إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë ja dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij, shokëve të Tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë me kategorinë e 4 të atyre 7 personave të cilët do strehohen në hijen e arshit të Allahut xhalla xhelaluhu në ditën kur nuk ka hije përpos hijes së Tij, e padyshim se I 4 është wa rajulani tahabba fillah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha dy burrat, dy personat të cilët u dashtën mes veti vetëm për hir të Allahut xhalla xhelaluhu. Të nderuar vëllezër, padyshim se Islami është I ndërtuar në dashuri, dhe se dashuria është pema e Islamit. Nuk ka mundësi që të jesh nga të dashurit dhe nga miqt e afërt të Allahut xhalla xhelaluhu derisa të I duash ata të cilët I don Allahu xhalla xhelaluhu. E kush janë thua ato të cilët I don Allahu xhalla xhelaluhu, kush janë miqt e Allahut xhalla xhelaluhu, kush janë të afërmit e Allahut xhalla xhelaluhu, padyshim se të afërmit e Allahut janë ata të cilët e besuan Allahun dhe të dërguarin e Tij, janë ata të cilët I kryen obligimet e Allahut xhalla xhelaluhu, janë njerëzit e xhamis, janë njerëzit e Kur'anit, janë njerëzit e namazit, janë ata burra të cilët përqëndrojnë në besimin e tyre dhe janë të mirësjellshëm e të ndershëm me mirësinë e tyre për muslimanët, dhe se padyshim se Allahu xhalla xhelaluhu na ka lajmëruar në Kur'an o vëllezër që miqësia e vërtet e një muslimoni duhet të jetë me këto pika të cilët I ceku Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an. Tha Allahu xhalla xhelaluhu në suratul Maida: Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Dashuria e juaj e vërtet duhet të jetë vetëm për Allahun xhalla xhelaluhu, për të dërguarin e Tij dhe për ata të cilët e besuan Allahun xhalla xhelaluhu dhe të dërguarin e Tij. Allahu xhalla xhelaluhu nuk e la vetëm me kaq vëllezër në këtë ajet e të thotë që miku juaj I afërt, dashuria juaj duhet të jetë vetëm për Allahun, të dërguarin e Tij dhe ata të cilët kanë besuar, por ceku cilësinë e atyre të cilët kanë besuar. Tha alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Kush janë ata që I don Allahu xhalla xhelaluhu, ata të afërmit e Allahut që duhet të I duash për hir të Allahut, tha janë ata të cilët kanë besuar, ata të cilët e falin namazin dhe e japin zeqatin, e ato duke qenë të përullur dhe të nështruar për Allahun xhalla xhelaluhu. Dhe se Allahu xhalla xhelaluhu pastaj na tregoi o vëllezër se kjo dashuri e lidhur kështu shkak
që të sjell dashurinë e Allahut edhe të sjell fitimin të cilën ta jep Allahu xhelle xhelaluhu, që nuk do të humb kjo palë asnjëherë. Tha Allahu xhelle xhelaluhu në vazhdim: "Wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." E kushdo i cili miqson Allahun, kushdo i cili e dashuron e don vetëm Allahun të dërguarin e tij, edhe pastaj ata të cilët kanë besuar, tha Allahu xhelle xhelaluhu, të tillët janë partia e Allahut. Edhe se di e binshëm se kjo parti nuk do të humbë asnjëherë. Kush janë ato besimtarët e afërm të drejtë të cilët i don Allahu xhelle xhelaluhu? Me këto vëllezër na tregon se dashuria nuk është vetëm një fjalë që të thomi e dua filanin, e dua Allahun, e dua të dërguarin, i dua muslimanët, në fakt tjetër veprim ban kundër tyre. Asnjë vepër të kësaj dashurie nuk e qet në pa që ti ta shprehësh këtë dashuri të vërtet, nëse je që e do Allahun, nëse je që e don pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe i don besimtarët e drejtë të mirë, miqtë e Allahut xhelle xhelalu, të jesh nga ata të cilët ti mundohesh e të përngjasohesh me to, dhe nuk është kjo çështje që ti vetëm ta pretendojsh e ta shohësh si një ndjenjë e përkohshme, por dashuria është një ibadet i madh në zemër, adhurim i madh me të cilën ti afrohesh te Allahu xhelle xhelaluhu dhe i don ata të cilët i don Allahu xhelle xhelaluhu. Përkundrazi, nëse humb kjo, kthehet në ndikim shumë të keq, derisa gjen pastaj nëse humb besimi i kësaj çështje të dashurisë për hir të Allahut dhe urrejtjes për hir të Allahut, nëse humb kjo çështje o vëllezër, vdes ndjenja e dashurisë për hir të Allahut, që ta duash dikan për hir të Allahut, e ti duash ata që i don Allahu xhelle xhelalu, pastaj i shkon dhe i jep përparësi atyre të cilët nuk i don Allahu xhelle xhelaluhu. Por fatkeq ndodh që të muslimanët ndoshta i jep përparësi dhe i jep ndikim, vlerë e respekt atyre të cilët nuk janë musliman mbi muslimonin. I jep ndoshta nder dhe respekt, ose i shpreh dashuri dhe miqësi atij që nuk është musliman mbi këtë që është musliman, e urrejn një vëlla musliman duke u shoqëruar ndoshta më shumë me një tjetër që nuk është musliman. E urrejn një të dashur të Allahut, që e fal namazin, që e jep zakatin, që është njerë i adhurimit të Allahut, i dinit dhe fesë Allahut, e jep përparësi atij tjetrit i cili është larg asaj që Allahu xhelle xhelaluhu i ka afruar dhe i ka dashuruar dhe i ka livdruar. E runa Zot që të shoqërohesh, të japish vlerë dhe më shumë të dikuja ndoshta për një shok që e largon, që ka qenë gjendje për ty të shërben, e të shoqëron, e të ka dashur për hir të Allahut, e ka qenë gjendje për ty që dhe të vdes në momentet e vështira, të bëhesh sikur nuk e njeh ato fare. E fran dikan të cilën as pak ndoshta vlerë nuk ka as te Allahu as në këtë botë. Nuk jep vlerë një shokit tënd, një vllavit tënd, një dashamirit tënd, një mikut tënd, por të cilën e don Allahun, e don të dërguarin e tij, dhe ai ka qenë gjendje që me shërbye, me shoqëru një besnikut që ka qenë gjendje çdo send të bën për ty, e largon ato dhe bohesh pastaj sikur nuk e njeh në rrugë. Nëse e shef një vëlla të udhëzuar të Islamit, e të xhamisë të imanit, e shikon me syrin e nënçmimit, nëse je me shoqërinë tjetër, as nuk don të i japish njoftësi. Pse? Se ndoshta mos të nënçmohesh për atë njeri i cili ndoshta ka qenë gjendje ta jep çdo të shtrenjtë për ty, dhe pastaj të pretendosh se e du Allahun dhe besimtarët. Nuk ndërtohet miqësia dhe armiqësia, o vëllezër, për shkak çështjeve të dunjos. E don dikondin për hir të Allahut, e don vllavin musliman për shkak se është musliman. Nuk e urrejn një vëlla musliman për shkak se është musliman. Mund të kesh ndonjë mospajtim, ndonjë grindje, një fjalë, po nuk e urrejn muslimonin asnjëherë. Nuk i jep favor një jo muslimonit mbi muslimonin asnjëherë. Se si ka dhuruar Allahu xhelle xhelaluhu asnjëherë, e ti pastaj të bëhesh nga ata të cilët ja jep atë favor me të cilën nuk e meriton, të jesh nga besimtarët me të cilët nuk e sjell veten tonë që të armiqësohesh ndoshta për shkak se filani i kësaj partie, ai tjetri i kësaj partie, ai tjetri i kësaj dëshire, ai tjetri filan vendit,
ta urrejsh ndoshta një musliman vetëm për shkak se ty nuk shkon sipas kondjes edhe qefit, nuk është nga Islami se Allahu e përcaktoi dashurinë e vërtetë që të jetë te Allahu te të dërguari i tij dhe te ata të cilët kanë besu. Kushdo i cili e don Allahun, të dërguarin e tij dhe ata të cilët kanë besu, atëherë këto janë partia e Allahut që nuk humbin asnjëherë. A dëshiron parti që mos të humbish asnjëherë, ndjekje partinë e Allahut, do të jesh fitimtari gjithherë si në këtë botë dhe në botën tjetër. Ja një shembull vëllezër na tregon Imam Ahmedi e transmeton me zinxhir të vërtet nga Omeri radiallahu anhu, të cilën shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kishin të kuptuar thellë fort mirë këtë çështje se dashuria dhe përparësia, nderi dhe respekti gjithherë i takon besimtarit e pastaj të tjerë. Ebu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu i shkruan një letër një herët Omerit radiallahu anhu nga Iraku, duke i thonë se e kemi një shkrimtar shumë të mirë të fort, por është krishter, ama është ky njeri shumë i aftë dhe shumë i shkath për të shkruar, ata marë sekretar për ne. Omeri radiallahu anhu vëllezër i a kthen letrën dhe shkrimin Ebu Musa al-Ash'ariut radiallahu anhu, asesi mos të jetë ai i cili nuk është musliman sekretari yti të i shkruan sendet e të i ndin sendet e mshefta tua. Sikur që një firmash, një njeri i cili është me post që ka firmën e ti, pa dyshim se ai ka sekretet e ti, e sekretar është ai i cili ti din çështjet e mbrëmshme tuat, nuk i dhurohen çështjet e mbrëmshme njërit i cili nuk është musliman që nuk të don për hir të Allahut xhelel xhelalu, sta mbron interesin ton për hir të Allahut xhelel xhelalu. Omer radiallahu anhu ja refuzon Ebu Musa al-Ash'ariut që mos të jetë vetëm se musliman sekretari yt që shkruan dhe mos shkruan për ty asnjë send kush tjetër. Tha ai përsëri, po është njeri i aftë shumë dhe është shumë i shkath ky i cili dëshiroi që ta vendosi aty. Nga hidhërimi dhe zemrimi Omer radiallahu anhu i u drejtua Ebu Musa al-Ash'ariut radiallahu anhu duke i thonë qatalak Allah, të mbyt Allahu. A afron dikand në post që Allahu e ka larguar? A don ta gradojsh dikand që Allahu i ka degraduar? A dëshiron që ti ta nderojsh ato të cilët Allahu i ka poshtruar, pasi që Allahu i ka larguar dhe i ka poshtruar? Dëshiron që ti të ngresh në pozitë bashku me ata të cilët Allahu xhelel xhelalu i ka nderuar? E më për atë vëllezër, është çështje se ne si musliman duhet që të dashurojmë vetëm për hir të Allahut. E të duhemi për hir të Allahut, ta dojmë Allahun dhe të dërguarin e tij, edhe besimtarët ata të cilët i don Allahu xhelel xhelalu, se me të vërtetë në to arrihet mirëkuptimi, në to arrihet dashuria e Allahut dhe në to arrihet shpëtimi në këtë botë dhe botën tjetër. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillah. Alhamdulillahi al-aliyyil a'la wassalatu wassalamu ala an-nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Të nderuar vëllezër, pa dyshim se dunjaja me gjithë stoliet e saj, jeta e kësaj bote me gjithë bukurinë e saj dhe me gjithë statusin e saj të cilën e ka, me mirësi, me pasuri, me të gjitha, nuk ka asnjë hajër dhe nuk ka shije, po nëse në to nuk e kjen një dashamir, një mik të sinqert, të cilën e don për hir të Allahut xhelel xhelaluhu, dhe ai të don ty për hir të Allahut xhelel xhelaluhu. Një shok i cili është besnik, besnik në fjalën e tij, besnik në premtimet e tij, është i drejtë me ty, mbretësia e zemra e tij, gjithherë ai mundohet që të këshillon ty, shok dhe mik i dashur i yti është ai i cili ta përkujton Allahun xhelel xhelaluhu kur ti e harron, ai i cili ta nxjet dorën e të ndihmon në momentet kur ti ke më shumë ti nevojë, ai i cili hidhrohet kur të sheh ty në mëkat që i bën Allahu xhelel xhelaluhu. Mirësia e kësaj bote dhe shoqëri, shok, mik më i mrekullueshëm është ai i cili të don për hir të Allahut xhelel xhelaluhu. Nuk plotësohet o vëllezër dashuria për hir të Allahut, përderisa ti atë që don ta duash në këtë botë për hir të Allahut dhe të dëshirojsh që me atë Allahu xhelel xhelaluhu të takon dhe në ditën e gjykimit. Ai që të don për hir të Allahut, ai të ndihmon, ta nxjet dorën dhe Allahun ta përkujton. E kurse ai tjetri nuk është mik dhe shok i mirë, ai i cili
nuk të don në këtë botë, as don me të pa as në ahiret, por vetëm në punë të këqija të drejton, edhe për punë të këqija të ndihmon, por plotësim i dashurisë për hir të Allahut është ai i cili të don në këtë botë, që dëshiron të ketë e të shef dhe në ahiret. Një shembull o vëllezër nga shokut e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Thaubani ishte shërptori i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, na e cekun në tefsiret e tij si Kurtubiu, Begawiu dhe Ibn Kathiri, se Thaubani radiallahu anhu, shërptori i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ishte ai i cili e donte shumë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me një dashuri shumë të madhe, sa që nuk mund të bën sabër të duron nëse nuk e shikonte pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe nëse nuk e shinte gjatë. Pak nëse mungonte, me njëherë e kapte për mallimi për ta pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe fytyrën e tij. E ky me këtë dashuri të madhe, një ditë u thellua në mendime dhe e kapi një pikëllim i madh shumë o vëllezër. Derisa Thaubani radhiyallahu anhu kur doli te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, doli me një fytyrë tjetër. I kishte ndryshuar ngjyra e tij nga pikëllimi i madh që e kishte dhe mbërzia, tha shikohej në fytyrën e tij. Kur e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju drejtua këtij sahabiu duke i thonë: "Ma ghayyaraka launak?" Thaubani radhiyallahu anhu i tha: "Çka ta ka ndryshuar këtë ngjyrë të fytyrës tonë? Çka është ajo që ta ndryshoi? Ai sëmur apo ndonjë dhimbje e madhe që të ka zbeh kështu në fytyrë?" Thaubani radhiyallahu anhu vëllezër i drejtohet duke thonë: "Ja Rasulullah, nuk kam ndonjë sëmundje e as ndonjë dhimbje që më ka ndryshuar ngjyrën e fytyrës time. Por një dert e kam o i dërguari i Allahut shumë, për shkak se unë të dua aq shumë, sa që nuk mund të qëndroj pa të pa. E nëse pak mungoj, tha më ka përmallimi aq i madh derisa të takoj e të shoh." Kjo është dashuria o vëllezër e vërtet nëse e don për hir të Allahut xhelel xhelaluhu dikon. Po çfarë pikëllimi Thaubani radhiyallahu anhu pat, çfarë derti kishte? Tha o i dërguari i Allahut, më ka kap një dert i madh. Tha kur vdekja të ndodhet na ndon nga kjo botë mes meje e teje. Tha dhe pastaj ti je në gradat më të larta në xhennet me pejgambert e Allahut. Tha dhe unë edhe nëse futem në xhennet, tha ti je me gradat të larta, nuk do të arrit të shoh e të takoj atje. Tha bile edhe më keq. Tha nëse jam prej xhenetlive të futem në xhennet, nuk arrit të shoh, po nëse nuk jam prej xhenetlive, tha atëherë të jem xhenem me mos të shoh fare asnjëherë. Para mendova vëllezër çfarë pikëllimi Thaubani radhiyallahu anhu e kishte kapur që të ndodh. Që ai të mendon se si do të ndodh që ai është me grada të larta pejgamberi selam, si do ta shoh në xhennet nëse nuk takohem me ta, unë këtu s'mundem me qëndru pa e pa, si do të qëndroj në ditën e gjykimit, kur ai dhe në xhennet me qene mos ta takoj, ta shoh pejgamberin e Allahut, këtu rrëfys që na mëson që na vazhdimisht marrmi këshillat e tij. Allahu xhelel xhelaluhu vëllezër zbriti ajet në surën Nisa, tha: "Wa man yuti'i Allaha war rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Allahu xhelel xhelaluhu kushdo i cili i bindet Allahut dhe të dërguarit e tij, kush respekton Allahun dhe të dërguarin e tij, të tillët do të jenë ata të cilët i ka begatuar Allahu dhe do të jenë me ata të cilët i ka bekuar Allahu xhelel xhelaluhu, me pejgamberët, me dëshmorët, me besnikat, edhe me njerëzit e mirë. E sa shoqëri e mirë është kjo që Allahu xhelel xhelaluhu të shoqëron me pejgamberët, me besnikat, me dëshmorët dhe me njerëzit e mirë. Nuk ka mirësi më të madhe se të ta mundson Allahu xhelel xhelaluhu këtë pejgamber që nuk e kemi pa, na ta takojmë një ditë, ta shohim fytyrën e tij. A ja bëjmë vetes një pyetje ndonjëherë me këto punë të cilët na i bojmë, me këtë gjendje që jemi, a thua vallë do ta shohim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, spaku këtë pejgamber të cilën pretendojmë që e dojmë, po urdhnat e tij nuk i çojmë në vend, as sunetin e tij se praktikojmë, në fakt dëshirojmë pastaj që ta takojmë. A thua mos vallë të na dëbën e të thotë se nuk du t'i shoh fare fytyrën e pejgamberit e Allahut? A jemi ata të cilët e dojmë pejgamberin e Allahut me dashuri të sinqertë që na ta takojmë dhe ta shohim një ditë?
lusim Allahun xhelel xhelalu që Allahu të na bën nga ata të cilët e dojnë Allahun, e don pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe besimtarët e mirë. Lusim Allahun xhelel xhelalu që Allahu mos na privon nga shikimi i fytyrës së tij dhe nga shikimi i të dërguarit të tij Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, dhe Allahu të na ringjall me ata të cilët i ka zgjedhur Allahu xhelel xhelalu. Allahu na boft prej banorëve të xhenetit dhe së bashku me ata të mirët dhe me gjithë ata të cilët i ka bekuar Allahu xhelel xhelaluhu. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salah.